Po përmeni fillimisht ajetin e 9 edhe fillimi ajetit 10 surës Al-Jumu'a, surës Allahu xhallahu shanu thot ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. O ju të cilët keni besuar, kur të bëhet pirja për namazin e xumos, nxitoni për tek përmendja Allahu xhallahu shanu dhe lënë shitblerjen. Do me thonë, deri që ta është një mirë me shitblerje, u konë një hak tjetër në rregullim. Që ta është kuhen e kodë dikush tjetër. Që ta është një obligim tjetër. Lënë shitblerjen e nxitoni këtë përmendja Allahu xhallahu shanu. Pse? Kjo po thotë është më mirë për ju nëse jeni që e dini. Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. E kur të kryet namazi, shpërndoni në tokë e kërkoni nga mirësia e Allahut. Pra, lypni rrezikun, vazhdoni prapë mas xumoj, nuk ka problem. Koha kur ke xumos, koha kur ke namazet, koha kur ke Allahu xhallahu shanu, do të sekret koha është Allahut, dihet që tash e ka kohën një punë tjetër e para soj pas soj vazhdoni me ato tjetër. Sikur ky ajet po na thirr që bëne ekuilibrin paraspeshën mes punës edhe adhurimit, namazit. Bëne ekuilibrin mes asoj onës materiale e fizike që njëri merret me punë edhe onës shpirtërore, që tash e ka kohën edhe shpirt një edhe ndoshim. Sikur ky po na fton ky ajet që bëne paraspeshën mes kërkimit të furnizimit, por mos e harroni furnizuesin. Hani lëpet të furnizimin, po kur vjen koha, mos e harrasni herë edhe furnizuesin. Pra në aspekte ndryshme, sikur po na fton që bëne balancën. Merrnu me tregti, bëni tregti me njerëz, por mos e harroni tregtin me Allahun. Kjo është namazi punë tjera. Pra, po na fton shumë mënyrë të balancuar të ekuilibruar që na me bo jetën, edhe jo veç për xhumo, po edhe ku tjera, po veç si shembull.